Atëherë përshëndetje, referuar edhe fjalës të kolegut Hoxha për sa i përket pretendimet ngritura në lidhje me rregulloren dhe funksionimin e Këshillit të Bashkisë së Vlorës, dua të bëj të ditur ose më saktë, dua të them që rregulloria e Këshillit të Bashkisë është miratuar nga po votat e këtij Këshilli Bashkiak dhe është një çështje që është diskutuar her pas here. Arsyeja pse në një moment caktuar mund të ketë më shumë dinamikë rendititës, vjen dhe në sajtë nevojave të zhvillimit që ka Bashkia e Vlorës, për sa i përket vendimarrjeve të këtij këshilli për funksionimin edhe për çuarjen e përpara të gjitha projekteve dhe aktivitetit që në vetvete ka si qëllim organi i njësisë së veçërisë vendore. Rendititës sot më është një renditë dinamik me shumë çështje për sa i përket që kanë karakter social, të cilat do vinë në ndihmë qytetarëve. Nëse ne duhet të rim, si të thua, është kushtzuar për sa i përket rregullores që deri 10 projekt vendime të jenë pjesë e kësaj mbledhje, atëherë do të mbeten shumë projekt vendime pa miratuar. Dhe nuk ka të bëjë fare as me arrogancën dhe as me prepotencën e pushtetit i cila her pas here pretendohet. Po jo, më është shumë e thjeshtë, duke qenë se rregulloria është miratuar nga votat e këtij këshilli, edhe ne mund të korrigjojmë rregulloren. Kështu që te komisioni mandateve është shumë shpejt te komisioni mandateve, po rregulloria atëherë që mos ta kthejmë në debat. Nuk do shkelim ligjin fare. Ne të lutem. Do të ngrim komisionin e mandateve, të diskutohet rregulloria. Të lutem, ai po flet, të mbaroj. Do të ngrihet komisioni e mandateve, do të marrë rregulloren në shqyrtim dhe do ta rishikojmë rregulloren, sepse të thash Bashkia e Vlorës domethënë nuk ka të njëjtën dinamik me bashkitë e tjera. Bashkia e Vlorës ka dinamika shumë të lartë zhvillimi, kështu që detyrimisht duhet të ketë mbështetje me vendimarrjet e Këshillit Bashkiak. Po s'mund mbledh Këshilli çdo javë, kupton? Kështu që është e thjeshtë fare, mund të heqim dorë nga kjo pikë rregullores dhe le të kalojmë në vendimarrje për gjitha këto projekt vendime të cilat i vinë në ndihmë administratës së bashkisë për mirë funksionimin e vet. Faleminderit. Faleminderit zoti Hyseni. Po dhe unë kam respekt, po. Ta respektoni që t'ju respekton, është ndërsjellë. Është 27 me këtë që erdhi, dhe ti 28. Ta, është në votë. Vazhdoni unë po numëroj. Jemi në rregull për buxhet. Po. Tani unë, me thënë drejtën, nuk e kisha në kuadër të debatit, e kisha në kuadër të përgjigjes që duhet të jepte administrata pse ne duhet të shkelim rregulloren. Tani nisu edhe nga fjala që tha parafol si kolegu i mazhorancës, qofse ne do t'i rim asaj logjike i bie që meqense për shembull për të vajtur në Tiranë ne na duhet që të vemi shpejt, duhet të ecim me 250 km/h, ti themi atij policit ose asaj pajisjes që na mat shpejtësinë, ti themi që po e shkelim rregullin që keni përcaktuar ju se na duhet të jemi në Tiranë në orën 11. Kjo është teoria që përdor zotria, që meqense kanë këta të administratës së bashkisë dhe dinamik prodhimi të projekt akteve, ne ta shkelim rregulloren. Është e pafalshme të bëjmë këto lloj arsyetime, është aq më tepër nga parafol si kolegu që pretendon të jetë dhe jurist. Ne duhet i qëndrojmë gërëm për gërëm dhe fjalë për fjalë çdo neni të rregullores i cili është miratuar. Ky është akti, rregulloria është akti që ne, thash dhe një, rregullon marrëdhëniet në këtë këshill se i bie që ne këtu pasaj të kalojmë çdo lloj norme dhe të themi, shko se kështu e ndjeva për momentin, që të ofendoj aty me fjalë të pista, edhe pse është sankcionuar në rregullore që thyrja e etikës ka disa pasoja, zotria thot s'ka problem, thot ti mund të na ofendosh ne kur të kesh emocione, thot, sepse ashtu ta desh puna. Ne duhet i qëndrojmë edhe një herë, edhe një herë. Po ta mbaroj mos të preva një. Më that, duhet të mbaroj dhe unë tani, thoj atyre zotrive të ndalojmë. Nuk e thanë atë mënyrë si trajtuar. Tani dhe një herë, jo, duhet trajtuar në mënyrë banale, sepse në qoftë se ti jep argument banal, në momentin që ti jep argument banal, duhet trajtuar me banalitet ajo që zotria thot. Pra me